Bismillahirrahmanirrahim. Tash sura Hujurat ka lënë në një kontekst tjetër. Tash përpiqet nëpërmjet këtyre orientimeve dhe këshillave domthon ta ndërtoj shoqërinë. Çfarë thot prap? Ja ju alladhina amanu. Subhanallahu domthon nuk lejon asnjë lloj hapësire mes këtyre thirrjeve, kupton? Është Kur'ani është i çuditshëm. Ja ju alladhina amanu ijtanibu katiran min adh-dhann. Çfarë dhan domthon? Vëllazë, realisht pejgamberi thot ja kum dhann. Domthon kujdesuni nga paragjykimi. Realisht gjenisht më e madhe është paragjykimi atë. Ai domthon ju fundos atë. Ju futën për të lashë kështu të mëdha kupton. Dhe kujdesuni, ruani domthon, ruani veten tuaj domthon nga paragjykimi. A kupton? Krijeni një lloj kështu, një lloj, si më thon, një lloj gërdije ndaj paragjykimit a kupton, që edhe trupi dritet a kupton. Domthon mos e lija hiç. A kupton, preja rrugën domthon qysh tash, më një herë a kupton. Mos lejo domthon ai me u futa kupton. Tamam si puna e sëmundjes. Mos e lejo domthon me marr hov. A kupton, u shpërnda preja, kupton, kuraja që në fill. Andaj ijtanibu. Jo domthon Kurani jo largohuni. Ke parasysh domthon kur ti largohesh ik pini njeriu ose për shkak se friksohesh ose domthon prej ndonjë kafshi. Ijtanibu. Kupton, duhet domthon krijo një lloj muri. Një lloj pengesë të patë i kalueshme kupton. Me ste dhe paragjykimit. Ijtanibu kathiran min adh-dhann. Allahu inna ba'd adh-dhanni ith. Dhe ithëm dhe zëri thojnë edhe, domethënë e ke parasysh ai pushimi i devës, i devës domethënë, se si ulet domethënë se si i shtrin këmbët e saj. Ithëm afton, ithëm. E përmend Ibn Faris me Qaisul Lugha domethënë. Një pikë kuptimi thot ithëm është domethënë ai pjesa kur domethënë këmbët e devës domethënë shtrihen apo. Si bie kjo? Momentin vëllazë kur ti si domethënë pushon, nuk je i angazhuar apo. Nuk ke si më thon prioritete dhe synime, alesh domthon me automatizëm si më ngarkohesh. A kupton edhe rrethohesh me negativitete dhe mendime të këqija. Në inë ba'd adh-dhanni ithëm. Disa paragjykime, edhe nëse nuk thuhen, edhe nëse nuk zbatohen, janë kada, kupton. Se ke humbur kohën, kupton, ke menduar kaq për tjetrin, kupton. E ke shëmtuar pamjen e tij në zemrën tënde, kupton. Ke krijuar automatikisht domethënë ndarje edhe largësi. Pse? Ijtanibu kathiran min adh-dhann, domethënë ruaje mendimin e pastër për të tjerët. Dhe rruga më e shkurtër për në xhenet çfarë është? Salamatu sadra. Domethënë ai pjesa e gjoksit atë me qenë qetë për besimtarët edhe për gjithë njerëzit. Keni na mungon shumë. Kjo si më thon ajo. Domethënë spari çlirimi nga mendimet e tepërta. Së dyti, nga dyshimi dhe paragjykimet. Së treti, nga konkludimet dhe akuzat. Pse si më konkludojmë e vim përfundim apo kupton, e ja bëjmë ndyshën tjetër, në vend se ta rrasim të diskutojmë, ballafaqohemi kështu më radh. Ijtanibu kathiran min adh-dhann, kaç? Dhe i rahat. Pastaj thot wala tajassasu kupton, mos e ka për qëllim spionllakun, ndjekjen, gjurmimin, dhe synimin për ta vlerësuar dikon apo. Dhe subhanallahu është një libër i bukur i Ibn Muflit Mulladabu Sharia, e përmend atë pjesë subhanallahu kur ti si më thon i bindur që mbrapa një shtëpie si më thon bëhet një mkat apo kupton. Kryhet një mkat i madh ose një lloj kështu kundër vajtje kështu më radh. Dietar thë më thon një pjesë e madhe kanë arritur deri sa që nuk duhet me u fut tek ajo shtëpi apo. Ose zbulo. Andaj subhanallahu Abdul Mesudi ju thon të shpesh shokëve që vjen domethën e tregonin se e kanë bërë këtë mëkat këtu. Nëse u ka fshihur Allahu i mëndueshëm, mos i zbulon të mëkate, kërkoni falë Allahut kaq. Momenti kur ti gjurman, si më spionan, e ndjek, e po ndjek një besimtar tregon që ti ke si më thon probleme me veten. E yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allahu min fadli. Allah i më dhuroi të kësuar nisa e sill këtë pjesë me një lloj kështu çortimi tashpër. Ai keni zili njerëzve. Për ato gjëra që u ka dhënë Allahu i mëndueshëm atyre. E yahsuduna an-nas. Ai kanë zili njerëzit për ato gjëra, cilat u ka dhënë Allahu i mëndueshëm. Arçuditë më thon. Kanë zilia subhanallahu i han veprat e mira, në anë një tjetër e shkatron njeriu në kapën. E vdes. E mbush me sëmundje kupton. Andaj rruga e armiqësisë, domethënë për ta nënvlerësuar edhe në anë tjetër, volete gjithsesi kjo është rruga e armiqësisë, se po e morri vesh ai domon që po e gjurmon apo e ndjek, atë mund të mendosh shumë gjëra të këqija kupton. Në anë tjetër përgorim, wala yaqta ba'dukum ba'dha. Mos e përgjigjë njëri tjetrin. Realisht domon përgojimi është shenjë e pafuqisë dhe jo seriozitetit. Se po të kishte seriozitet,
edhe si më thon vlera e fjalë, e pretendim, si më thon ajo gjë që e shpërndan tek njerëz ose që e flet tek të tjerët për atë personin që nuk ka prezant, e tregon domon për pafuqinë, pas seriozitetin edhe si më thon atë pjesën e paguximit ose frikës ose ngurrimit e kështu me radhë. Andaj wala yaktabadukum ba'da. E yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuha. E silla pjesën a doni domon a dëshironi, a ka dikush dëshirë domon që të haj mishën e vllaut të tij domon i cili është i vdekur apo maytan fakarihtumu fa kuptoni. Jo domon këtë punë a priori e urrënia, se pranoni asnjëherë. Allahu sa wattaqullah. Çfarë do të thonë lidhja e secilës pune, secilës edukate, secilës grad, stad me frikën, me drojen edhe me atë pjesën e besimit të patundshëm sa i përket ahiretit edhe besimit. Kjo si më thonë ajo e përpara. Wattaqullah. Keni frikë Allahun, keni drojë Zotin e Madhueshëm, jeni korrekt me Zotin xhelle xhelaluhu. Inna Allaha tawwabur rahim. Ma Allah i Madhueshëm është domthon pranuesi i madh i pendimit, apo të robërve të tij është rahim, prap rahim as më shesh. Ku kalon pasaj Kurani, ja ayuhan nas. Subhanallah, Kurani domethën ka zbritur për njerëzim vëllazë, nëse nuk ka bëj është një ajet, nëse mundem me gjetë tek surja Al-Araf, domethën është ajet i bukur. E gjetë subhanallah. Kul ja ayuhan nas, tu jo pejgamberi i Zotit. Ja ayuhan nas, o ju njerëz. Inni Rasulullah ileikum jami'a. Unë jam i dërguar i Allahut domethën tek të gjithë ju. Jami'an. Alladhi lahu mulku as-samawati wal ard. Subhanallah. Nga i cili ose atij të cilët domthon i takon pushteti i qiellit dhe tokës, apo. Jam i dërguar nga i cili si më thon e ka pronësi ose i kanë pronësi qiejt edhe tokën. La ilaha illa hu kështu më. Po shikone, kul ya ayuhan nas, o njerëz, inni rasulullah ileikum jami'an. Këtu ya ayuhan nas, o njerëz. Andaj pejgamberi sa kur shkoi në Medinë tha ya ayuhan nas, o njerëz. Për hapni selamin apo. Japni ushqim apo, domethënë ushqeni të varfrit. Domethënë për hapni selamin, ushqeni të varfrit e kështu me radhë, në fund tha faluni natën kur të tjerë domethënë janë në gjumë do të futeni në xhenet apo me paqe apo me siguri. Faluni natën kur të tjerë flajnë, jo në një lloj lidhje të veçantë me Zotin e Madhueshëm. Japni ushqim atyre që kanë më pak. Apo kjo është puna o yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Japeni nga një herë ato gjëra domon që i doni shumë. Ta arrini devotshmërinë. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Në anën tjetër ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Domethën shifni çastin e pejgamberit alayhis salam. Ya ayuhan nas, ky libër edhe ky pejgamber ka ardhur për gjithë njerëzimit, për të shpëtuar ata, për të nxjerrur nga errësirat e mosbesimit, e kufrit, padrejtisë, zullumit, në dritën e imanit, besimit, devotshmërisë, korrektsisë, barazisë e kështu me radhë. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum. Kjo tregon si më thon atë bazën e krijimit, apo fillën e krijimit. Mirë, po Kurani është për gjitha botrat dhe njerëzit. Në anën tjetër, këtu ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha e tregon atë bazën, aslin e krijimit, që është nga një mashkull dhe nga një femër. Nga ato si më thonë kemi më piknisjen edhe fillimin, që vëllezër këtu na nxjerrin pa atë vlerën e solidaritetit edhe mirësjelljes, edhe mirënjohjes, edhe bashkëpunimit, edhe ndihmës e kështu me radhë, qoftë edhe nëse ai është i fesë tjetër. Sepse realisht fetë e mëdha janë fe monoteiste. Në bazat e tyre do si më para deformimit më pajtohen edhe dyzohen tek ato vlerat universale. Andaj nevoja domethënë për të njohur njëri me tjetrin shumë e rëndësishme. Sa më shumë që e njohim njëri tjetrin, as më shumë si më kemi respekt, as më shumë si më e duam njëri tjetrin. Sa më larg, sa më të vetmuar, do të jemi shumë paragjikues ose sa më larg njëri tjetrit, aq më shumë paragjikues, aq më shumë si më thon njerëz që krijojmë, a kupton, njerëz që instalojmë energji, sinergji, mendime negative për tjetër. Andaj ja ayuhan nas, na nxit më njoft njëri me tjetrin, me shkëmbym njëri tjetrin. E kështu me radhë. Në anën tjetër unike në domthon dalloshmërinë tonë e krem subhanallahu. Secili njeri vëllazër është unikal në krijimin e tij. Në fizikun e tij, në konstruktin e tij është unik. Kjo është argumente më të mëdha të krijimit të Allahut azza xal.
merret domethënë sistemin e brendshëm të njeriu, wallahi është nuk ka mjekësia, kupton. Domethënë nganjëherë domethënë një defekt i vogël në shëndetin tonë, apo duhet me mira pajisja, kupton. Për ta zëvendësuar atë gjë që Zoti i Madhërisht e ka krijuar si një gjë kështu të natyrshme për brenda teje. Domethënë ti funksionon kështu fenomenal, ose vrejna, kupton. O me atil ke Bijemini ke Musa, kupton. Në anën tjetër këtu Allahu i Madhërisht na nxit për të garuar domthon për ato pjedestalet e larta. Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allaha alimun khabir. Në anën tjetër këtu Allahu i Madhërisht e shtrënjosa, kupton, atë pjesën e fanatizmit edhe nacionalizmit, kupton. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'il. Vetë Branko Merxhani ka një fjalë bukur, ka qenë protagonist i viteve 30, thotë nacionalizmi më i mirë të tërgjuar. Pra, nganjëherë domon keq kuptohet edhe dekontekstualizohet nacionalizmi. Ne duhet ta kemi një lloj nacionalizmi, sidomos ato vende tona ku ne jemi të rrethuar me armiq. Ama jo nacionalizmi i cili na nxit, na shtyn, na shpijen tek urrëtia, armiqësia, vrasja këtu. Jo. Andaj shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha alimun khabir. E përfundojmë këtë ligjërat këtu. Po t'ja lëm vendin edhe një ligjërat jetë fundit, edhe në këtë mënyrë ta përmbyllim surën Hujurat. Ju lutem Allahu Zotë, faleminderit shumë.